Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër epizod podcastit për jetimet bashkëprejona. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sot do të bashkëbisedoj me Olben, një nanë e 4 fëmijëve, edukatore me profesion dhe studente e psikologjisë. Ajo ndon bashkë me neve për kushtimin e saj ndaj familjes, punën e saj kreative online, si dhe rëndësinë e udhëzimit shpirtëror. Bashkë ndjekim rrëfimin e saj mbi balancin mes jetës profesionale dhe asaj personale. Alba, mirë se erdhe dhe faleminderit që gjete kohën me qenë sot pjesë e podcastit tonë. Mirë se ju gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën, është kënaqësi për mua. A mundesh më na kallëzu çysh e ke marrë vendimin me u përkushtu plotësisht në edukimin e fëmijëve? Kjo, kjo pjesë ka lind pjesa përkushtimit të fëmijëve ka qenë rrjedhoj e natyrshme si kombinim i bindjeve të mia personale dhe eksperiencës time, për shkak se unë kam qenë edhe në fakultetin e edukimit, edhe në vitin e fundit veç edhe jam ba nanë, edhe gjatë përvojës time, mësimeve të mia që i kam marrë aty, po dhe përvojës time gjatë praktikës, e kam pas se sa e rëndësishme është për zhvillimin emocional të fëmijës prania e prindit. Edhe për këtë arsye gjithmonë e kam mendu që unë kam me qenë pranë fëmijëve të mi edhe me plotësuat anën e tyre të brendshme që ka shumë rëndësi. Edhe në fakt kështu kam vendos, kështu e kam pas qëllimin edhe jam mundu edhe sot mundohem që me plotësu këtë pjesë. Mendoj që aq kontribut sa na japim fëmijërinë e hershme, aq rezultate kemi me pas kur fëmijët rriten, sidomos periudha e adoleshencës që është një periudhë shumë e ndihshme. Mendoj që punën që na e bëjmë fëmijërinë e hershme me fëmijët tanë kemi me pas shumë atë lehtë punën në atë kohë. Për këtë arsye edhe punoj edhe mundohem shumë që me dhënë kontributin tim si nanë, padyshim edhe përgjegjësinë, se përgjegjësisë nuk mundemi me ikë, po i jap përparësi edhe prioritet edukimit fëmijëve. Pa lënë anash, edhe pjesën tjetër të punës edhe veten time, padyshim. Alba, çysh e ke marrë vendimin për mbulesën edhe sa ka ndryshuar jetën tënde ky vendim pas këtij hapi? Unë realisht rrjedh për një familje fetare edhe jam rrit me një frymë të besimit islam. Vendimi për mbulesën ndoshta nuk ka qenë i rastësishëm, por krejt pjesë e edukimit edhe e bisedave që i kemi pas me prindrit, por realisht edhe pse unë kam qenë, jam rrit me një familje fetare, duhet me thekë që asnjëherë të vetme nuk e kam pas presionin, për vendosjen e mbulesës. Përkundrazi, fokusi i prindve ka qenë në zhvillimin, edukimin tonin si fëmijë. Por, muj me thonë që jo vendimi, po bazën ku unë e kam mendu ma thellë besimin edhe islamin përgjithësi ka qenë viti kur unë kam bë pauzë, një vit gjatë kohës pas përfundimit shkollës mesme. Pas përfundimit shkollës mesme ka qenë sfida, ku unë nuk arrita me u regjistru në fakultetin Prishtinë, edhe pse ka qenë shumë sfiduese për mu, unë e falenderoj Zotin që ma ka mundësu atë vit pauzë, sepse ka qenë viti ma i mirë për mu, sepse në atë kohë unë kam reflektu shumë, kam lexu shumë rreth islamit, edhe gjithë ajo që ndoshta jam sot edhe karakterin sot që e kam është fal udhëzimit padyshim të Zotit, po asaj kohe që ma mundsoi Zoti me lexu libra fetar edhe librin që e maj men edhe nuk e harroj që e kam lexu 3 herë, ka qenë Karakteri i Muslimanit, dhe ai libër ma ka dhënë një shtysë të madhe dhe me mendu ma gjatë për jetën time, për vlerat e mia si femër, si grua, dhe për vlerat që mi jep mbulesa. Ky vit pas ka qenë ma shumë nevojë psikologjike, mendoj unë, që pas ka drejtu mas në i drejtë shpirtënoresh. Shumë, shumë, fillimisht po, fillimisht një marrë me veten, me pranu si një diçka e zakonshme që ndodh, edhe pas atij reflektimi që e kam kuptu që është diçka, ka ndodhur dhe duhet me pranu,
Pastaj kom marrë edhe kom lexu që se si unë me u zhvillu, edhe më ka ndihmuar realisht shumë në zhvillimin e vetës time ai vit, ku unë kom reflektu edhe ku kom mendu se kush jam unë edhe ku unë po du me shku edhe ku unë po du me arrit. Ai vit ka qenë për mu shumë i rëndësishëm, ku edhe unë kom vendos që shumë shpejt një ditë do t'jem me mbulesë. Pastaj fillova dhe studimet, edhe vitin e parë, ku unë takova shumë motra me mbulesë, edhe ky ka qenë domethënë edhe një shtys shumë e madhe për mu, edhe një mendim shumë edhe më i mirë për mbulesën, ku takova shumë motra të mrekullueshme, ku patëm kontakte njëna me tjetrën, edhe bisedat tona, e shisha karakterin e tyre dhe butësinë e qetësinë e tyre dhe e pash se çfarë vlera të mira t'jep mbulesa, se sa mbulesa neve na reflekton pozitivisht, edhe mendova, domethënë ma gjatë këtë pjesë, padyshim edhe reflektimi i vetës edhe asaj që unë lexova. Pastaj Në atë moment ke pas shoqëri islame, ke pas komunitetit musliman, apo deri në fakultet nuk je. Jo, jo, në vendin ku jetoj unë nuk janë shumë ku kam jetu realisht, nuk kanë qenë shumë praktikues të islamit, për këtë arsye domethënë përveç familjes, na dim që se sa rëndësi lun në rol edhe shoqëria. E unë përveç familjes domethënë shoqërinë nuk e kam pas domethënë që e kanë praktiku fenë. Për këtë arsye kur unë fillova studimet, unë domethënë takova shumë shoqe dhe shumë motra muslimane, ku kjo domethënë më ka dhënë edhe motiv edhe me mendu ma gjatë për mbulesën, ku realisht pastaj edhe kam vendos për me mbulu. A ke pas ndonjëherë sfidën në vetën tone, idenë që qa ka me bo me shami, kush ka me pranu në punë, ka mu drejtu, qysh ka mu shpërfaq profesioni jët me mbulesë. Unë realisht kam qenë shumë e vendosme edhe e mendoj që secila motër që vendos me mbulu është shumë e vendosë edhe shumë e qëndrueshme në këtë vendimin që e merr. Ashtu kam qenë edhe unë. Edhe pse domethënë, edhe pse unë i kam mendu sfidat që mundemi me i pas, po ajo qetësia brendshme edhe ajo lidhja me Zotin që e kam pas, edhe ai imani i fortë që edhe sot dhe asaj dite e kujtoj me shumë nostalgji, që ka qenë aq i fortë, domethënë mu m'ka mbajt shumë krenare për atë vendim që e kam pas. Edhe pse domethënë edhe familja jem edhe babi jem, domethënë e ka pas atë frikën, po a mundesh ti me arrit aty që ku po don me mbulesë? A ki mendu, kam frikë se mbulesa do t'i mbyll dyert e punës edhe aty ku ti po don, po nuk e kom mendu si diçka t'tillë, edhe pse pastaj, domethënë pasi unë kom vendos me mbulu, kam pas realisht sfida që janë ballafaqu, siç e ceka edhe ma herët, po kjo nuk m'ka ba mu ndalë, përkundrazi kam dasht me u kon shembull edhe për shoqërinë që një femër me mbulesë mundet m'ia dalë, mundet me arrit atë që don, edhe mundet me u kon shembull për shoqërinë edhe për gjithë tjerët. Qysh e pritën familjarët e tu? Familja ngushtë fillimisht, mas një rreti i gjanë. Po, unë thash që familja ime ka qenë domethënë e udhëzuar edhe fetar, e kanë prit shumë mirë, po thjesht e kanë prit se unë kam qenë domethënë një studente e dallune edhe gjithmonë kanë pas shumë pritshmëri të larta. Edhe babi kur unë vendosa dhe ja dhash lajmin që kom vendos për mbulesë, domethënë edhe pse e ka prit mirë edhe ka qenë shumë i lumtur për këtë pjesë, e ka breng kjo pjesa e punësimit edhe sa unë a po mundem unë me arrit atë që unë du me mbulesë. Po gjithmonë domethënë i kam thënë që unë mendoj jam shumë e vendosur në to që kom marrë këtë vendim, edhe kam e punu fort edhe kam e dëshmu juve si familje dhe gjithve që një femër me mbulesë mundet me arrit edhe mundet me ba si një tjetër pa mbulesë, vetëm nëse është vullneti edhe puna, atëherë padyshim që ja dilet çdo sfidë dhe çdo vështirësi. Sfida dhe vështirësi ka gjithmonë, sikurse me mbulesë, sikurse pa mbulesë, por që nëse ti e ki vullnetin, mendimin e Zotit, ja del padyshim. Edhe po besoj që ja ke shpërblyt gjithve edhe mundin edhe pritshmëritë cilat i kanë pas te ty. Qa t'ka shty me nisë punën online edhe çka përmbajnë ato materiale cilat i krijon?
Po, përveç punës, me fëmijët e mi, kam qenë gjithmonë e interesune me pas edhe kontributin financiar dhe me pas anën time të karrierës punës edhe kam mendu se çka unë e munde me punu, duke u kujdes njëkohësisht edhe për fëmijët e mi dhe kam mendu si zgjidhje punën online, gjë që ka qenë një vendim shumë i mirë për mu, për arsye se e kam gjetë veten edhe e kom arrit atë qetësinë duke e mendu që edhe unë po kontriboj, edhe unë po bëj diçka edhe për veten time. Gjithçka ka fillu, domethënë duke i pa edhe nevojat e fëmijëve të mi. Nuk ka qenë ndoshta edhe diçka shumë e rastësishme, pasi që kur i kam pa nevojat e fëmijëve të mi për materiale t'tilla, atëherë kam fillu edhe me hulumtu fillimisht për fëmijët e mi, po pastaj e kam pa që është shumë e dobishme edhe për prindrit e tjerë edhe për fëmijët e tjerë, edhe këtu ka lind edhe ideja që me i publiku dhe me i ndihmu edhe prindërve tjerë, gjë që domethënë e kam pa që i kam vlerësu shumë edhe jam shumë e kënaqur deri më tani për punën që e kam ba, sepse vërtet janë ndihmë kur e sheh që përveç ndikimit në zhvillimin e fëmijëve, këto aktivitete ndihmojnë shumë edhe në lidhjen prind-fëmijë që është shumë e rëndësishme në prindërim. E përmbajtja e materialeve, domethënë është fokusi që me u zhvillu fëmija në gjitha fushat, kryesisht në zhvillimin emocional, kognitiv, social, domethënë ka përmbajtje t'ndryshme ku fëmija mëson duke u argëtuar. Janë aktivitete shumë atraktive që fëmin e bën të përqëndrohet dhe ky ka qenë edhe një nga qëllimet e mia që të arrihet përqëndrimi i fëmijës, fokusi përmes këtyre aktiviteteve. Alba, qysh e sheh rëndësinë e aktiviteteve edukative në zhvillimin e fëmijëve edhe sa mendon që na kolektivisht jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij procesi? Rëndësia e zhvillimit të aktiviteteve sigurisht është shumë e madhe për fëmijët, po sidomos në kohën na ku po jetojmë që përdorimi i teknologjisë është jo në nivelin e dëshirueshëm, mendoj që ju ndihmon shumë fëmijëve, po ashtu edhe nanave që fëmijët t'jenë larg këtyre mjeteve teknologjike, po ashtu edhe fëmijët të zhvillohen domethënë në gjitha fushat në mënyrë argëtuese, të kalojnë kohë së bashku, kohë cilësore. Unë mendoj që aktivitetet që unë i zhvilloj me fëmijët kanë me qenë gjithmonë kujtimet ma të bukura që kemi me pas na edhe si prindër, po edhe fëmijët kur të rriten. Janë momente shumë argëtuese, momente ku na ndajmë mendimet, domethënë për tema të ndryshme me njëri tjetrin, e shoh se sa shumë mirë ndikon te fëmijët e mi kur na kalojmë kohë bashkë. Domethënë as nuk i bjen mend telefoni se le mua me kërku, domethënë ose me pas përdorimin e tina. Janë momente të veçanta që unë çdo herë ja rekomandoj domethënë zhvillimin e aktiviteteve t'tilla nanave se vërtet ja vlen me kalu këtë kohë së bashku me fëmijët edhe me largu larg diçkaje që është e dëmshme edhe që nuk është e dobishme për fëmijët e tyre. Vajzat e mia janë mësu domethënë me aktivitete të tilla dhe gjithmonë edhe nëse unë jam e angazhu në diçka rreth përditshmërisë si nanë, gjithmonë e kërkojnë mami sot ende nuk e kemi zhvillu një aktivitet. Po, unë veç se i bëj i përgatiti aktivitetet, domethënë edhe një kohë që unë e bëj me kënaqësi, është edhe përgatitja e aktiviteteve t'tilla se e di që po punoj për fëmijët e mi, e di që jam duke u angazhu një kohë që ja vlen. Koha që është përgatitja e aktiviteteve nuk mendoj që është kohë e humbur, por është një investim që ti po e bën për fëmijët e tu, edhe kohën kur unë e bëj, domethënë këtë pjesë zakonisht e bëj n'mbrëmje, i përgatiti këto aktivitete n'mbrëmje, që pastaj gjatë ditës na veç me i pas t'gatshme që me i zhvillu me fëmijët e mi, edhe zakonisht këto mundohem edhe me cek që me pas edhe nanat që domethënë me pas ndihmes edhe kohën kur ato mujnë me punu, domethënë gjatë kohës kur fëmijët janë n'gjumë, është një kohë që ato munden lehtësisht me punu edhe pastaj që me shfrytzu gjatë ditës kohën më shumë me fëmijët e tyre edhe në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, argëtuese, por që i ndihmojnë edhe fëmijët në zhvillimin e tyre. Qysh e shpjegon edukimin shpirtëror edhe rëndësinë e tij
tek fëmijët edhe a kiti naj teknikë specifike që përdor gjatë këtij procesit të edukimit në raport me ta? Edukimi shpirtëror po ashtu është shumë i rëndësishëm dhe sigurisht që kontriboj edhe në këtë pjesë, po gjithçka mundohem me qenë natyrale edhe gjatë bisedave të përditshme me fëmijët, jo diçka me një qasje domethënë të veçantë, po gjatë bisedave mundohem sa ma shumë fëmijëve me i folë për Zotin, me i folë për anën pozitive, ose kur e shoh për shembull një sjellje të tyre, i them është shumë e mirë kjo, Zoti e shpërblen këtë sjellje, flas për durimin, se sa duhet me qenë durueshëm, flas për virtytet që duhet që janë të mira dhe që duhet mu zhvillu te ta. Zakonisht gjithçka është domethënë në mënyrë rastësore gjatë bisedave. Për këtë pjesë domethënë kam punu edhe një libër që është libri i lutjeve, ku domethënë fokusi ka qenë tek lutjet për fëmijë edhe zakonisht është pjesë e rutinës tonë në mbrëmje ku fëmijët i lexojnë ato lutje dhe përmes atyre lutjeve domethënë nxjerrim edhe tematika të ndryshme ku ne bisedojmë qoftë për një histori të pejgamberëve apo për diçka domethënë një temë caktune që ata mësojnë për fenë tonë edhe për domethënë për pejgamberët tonë, në përgjithësi për fenë islame. Alba, qysh e bën balancin mes punës profesionale edhe jetës tënde personale? Sa është sfiduese kjo pjesë me i majtë në balancë, me qenë se je shumë e angazhuar dhe me aktivitete të shumta? Po, realisht është sfiduese, po mundohem me menaxhu kohën. Me thënë se çelësi është menaxhimi i kohës, edhe kohën si unë arri me menaxhu, domethënë me ju përkushtu edhe vetes edhe fëmijëve, është kohën zakonisht në mbrëmje kur fëmijët janë gjumë, mundohem që edhe aktivitetet me i përgatit për nesër çka i kemi, edhe punët e shtëpisë, edhe zakonisht e ndaj edhe me nana që e tham në mbrëmje, qërën e qysh e rahatoj shtëpinë banesën, e la gjithçka n'rregull që nesër masanena me pas kohë me u marrë me fëmijët, po edhe me shku n'rregull, domethënë edhe pjesë tjera, po, rutina ditore. Domethënë shumica e organizimit që e bëj për ditën e ardhshme është në mbrëmje. Zakonisht në mbrëmje i bëj përgatitjet për aktivitete, po edhe nuk pa harru edhe pjesën ku unë i bëj edhe punimet, për shembull të punës teme që e kam porosive online për shembull, sigurisht ato aktivitete, ato punime duhet me i punu dikush edhe jam unë ajo që i punoj duke i kushtu shumë vëmendje dhe rëndësi, sepse me punu me fëmijët nuk është e lehtë edhe me i arrit me punu diçka që ndikon në zhvillimin edhe mirëqenien e tyre, duhet me pas shumë përqendrim, shumë vëmendje se çka po dojnë. Edhe është me rëndësi a janë të përshtatshme, sepse sfidën që unë e kom pas me fëmijët e mi që ka qenë edhe frymëzim që unë me i punu këto aktivitete ka qenë pikërisht mos përshtatja e materialeve për moshën e fëmijëve. Domethënë nëse kohën kur unë jem ballafaqu për herë të parë me fëmijët e mi, kam ble materiale, e kam pa që ato nuk janë shumë të përshtatshme për moshën e tyne. Edhe mu këtu m'ka lind ideja që unë edhe mundem me punu me fëmijë, po pse jo edhe me kriju diçka të përshtatshme për moshën e tyre. Edhe prej kësaj domethënë kam fillu edhe punoj. Domethënë kohën mbrëmje zakonisht kur fëmijët janë gjumë, unë mundohem që edhe me i punu me laptop këto punime, këto aktivitete. Po ashtu kohën e gjej domethënë edhe gjatë ditës mundohem me nxjerr, sidomos e kam hobi leximin edhe nëse unë nuk arri me gjetë kohë për lexim, unë nuk arri mu kon e qetë. Atë qetësinë e brendshme ma stabilizon leximi, muj me thonë, edhe patjetër që mundohem me gjetë këtë pjesë, qoftë mbrëmje, qoftë gjatë kohës, se zakonisht unë një libër e la gjithmonë mbi tavolinën e bukës, edhe sigurisht është një kohë ku fëmijët edhe lujnë pavarur, jo gjithmonë se zakonisht nanat mendojnë që na gjithmonë kena me qenë pranë fëmijëve gjithmonë me aktivitete, jo. Fëmijët ka nevojë me lujtë edhe vetëm, ka nevojë edhe për lojën e pavarur dhe gjatë asaj kohe kur ata lujnë pavarur, unë mundohem me ju përkushtu edhe vetes, qoftë me një skincare, qoftë me një lexim të librit,
apo një aktivitet tjetër, apo një kafe me një shoqe mbanesë. Domethënë këtë mënyrë arri me e bo një balans edhe mendoj që është shumë e rëndësishme për nanat edhe kjo pjesa kujdesit për veten, sepse realisht na bën shumë qeta edhe shumë me vetbesim që na po kena kohë edhe për veten, na po i kushtojmë kohë vetes, jena mirë me veten, kemi arrit diçka me bo dhe për veten dhe jo gjithë fokusi vetëm te fëmia. Padyshim që primare fëmia, nuk e diskutoj këtë pjesë, po jo me neglizhu veten se është shumë proces i rëndësishëm i prindrimit edhe kjo pjesë. Balancin tonë djetësor, sa ka dorë edhe bashkëshortë të jëtë në arritjen edhe përmbushjen e gjitha këtyne aktiviteteve. Shumë mirë që e ceke, se po, një ndihmes shumë e madhe për mu, po edhe mendoj që për secilën anë është edhe përfshirja e babait ose e bashkëshortit në këtë pjesë. Mu personalisht muj me thonë që jashtëzakonisht shumë ndihmon, edhe ndoshta kjo që jam sot është pikërisht domethënë bashkëpunimi që e kam me bashkëshortin, ndihma që e kam prej tina, është një ndihmesë e madhe, qoftë në edukimin e fëmijëve, po qoftë edhe në punën time profesionale që e kam, qoftë kritikat që t'i jep, jo vetëm punën që domethënë që na ndihmon, është shumë një ndihmesë e madhe. Shumë në kritika. Po, muj me thënë që është i arsyeshëm sepse edhe nashta edhe nëse e kemi problem na me e pranu fillimisht, pas një reflektimi e kupton që ka pas drejt, edhe ka thonë me një qëllim të mirë për me të pa ty ma mirë edhe ma lartë. Edhe i marr parasysh se ka pritshmëri reale edhe ka kritika të arsyeshme. Që kemi nevojë edhe për kritika t'tilla me marr padyshim. Jashtëm, padyshim. Sigurisht. Si keni arrit ju bashk me i nda përgjegjësitë familjare brenda shtëpisë, po mendoj gjatë kohës që ju të dy jeni jo gjatë kohës të punës, mirë po gjatë asaj kohë që ju jeni të dy të mrena. A keni role të veçanta, a keni pozicione të veçanta, po mendoj që qysh me ju ofru e me ju qasë fëmijëve, apo secili e din detyrën e vet edhe natyrshëm rrjedh gjithçka? Po, mendoj që gjithçka rrjedh natyrshëm, nuk kemi diçka domethënë strikte ose një detyra të veçanta të ndara, jo, është e mira se nuk kemi me thonë kjo është punë për mua, kjo është punë për ty, jo, gjithçka e bëjmë me mirë kuptim, me bashkëbisedim, së bashku, me qëllimin e vetëm për mirëqenien e fëmijëve tanë, për edukimin dhe zhvillimin e tyre në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Dhe kur është ky qëllim i përbashkët, arrihet qoftë në bashkëpunimin e punëve të shtëpisë, qoftë në edukimin edhe zhvillimin e tyre, qoftë në lojrat dhe aktivitetet e fëmijëve, është një shtysë e madhe për nanën, por edhe për prindrimin nëse ka një mirëkuptim edhe një bashkëpunim mes bashkëshorteve, sepse fëmijët jemi model për fëmijët. Fëmijët nuk mësojnë në atë që ne i themi, po fëmijët mësojnë prej atë që shohin, edhe kur shohin dy prindër t'lumtur, edhe dy prindër që po lujnë me ta, edhe që po komunikojnë me ta, ky është mësimi më i mirë për fëmijët. A mundesh me na tregu për një moment që t'ka sfidu edhe t'ka frymëzu si nanë? Puna si nanë ose prindrimi në përgjithësi ka shumë sfida, edhe sigurisht sikur se unë, sikur gjitha nanat sfidohemi, muj me thonë sfida e parë është veç momentin kur ti bash nanë, është diçka që ti nuk e ki bo ma herët edhe ballafaqohesh me shumë situata ku nuk e din zgjidhjen edhe nuk din se çka me vepru. Ka qenë shumë sfiduese për shembull për mu, domethënë ditët e para si nanë, sikurse të gjithë, ka qenë sfiduese për mu koha e gjumit, ka qenë sfiduese për mu domethënë pjesa e detyrave, ka shumë momente frika, pastaj frika në gjumë, ka qenë sfiduese për mu edhe heqja e pampersit. Janë shumë sfida ku nanat ballafaqohen e realisht mendojnë që vetëm ato po ballafaqohen, po është diçka që secila nanë ballafaqohet edhe është sfidë,
por që e kalojmë, se edhe na si nana rritemi bashkë me fëmijët. Unë personalisht mendoj që unë jam rrit bashkë me fëmijët e mi, unë kom mësu shumë me fëmijët e mi, nashta kom mësu shumë ma shumë sa 4 viteve studimit që i kom bo në fakultetin e edukimit, shumë ma shumë kom mësu gjatë përvojës tem si nanë me fëmijët e mi, kom pas sfida të vështira, kom pas sfida ku kom hyrë në dhomë dhe kom qajt, se nuk kom di se si me vepru. Është diçka që normale që ndoshta mundet mu ballafaqu edhe nana tjera, edhe po thjesht ka qenë edhe kohë ku unë kom qajt, po edhe kom reflektu njëjtën kohë se çka unë me vepru tash, cila është zgjidhja. Edhe mënyra kur ti reflekton, atëherë ndoshta unë muj me thonë që është momentet kur edhe na kemi nevojë edhe me qajt, kemi nevojë edhe me qenë vetëm, edhe me mendu ma shumë për këto sfida, se si me e bo zgjidhjen. Janë sfiduese edhe pyetjet e fëmijëve që mi bojnë. Ndoshta shumë herë disa pyetje mbes, edhe nuk di se si me ju përgjigj. Ndodh për shembull tham, nuk po më kujtohet për momentin, po ma vonë kam ta tregu përgjigjen e saktë. Edhe domethënë janë sfida që ballafaqohesh ti aty për aty, nuk ki ndoshta kohë me hi në dhomë me mendu ose se si me vepru. Ballafaqohesh me diçka që duhesh nashta me vepru aty për aty. Ose domethënë me i thonë edhe fëmis, nuk pe di për momentin këtë përgjigje, po prit ta mendoj ose ta lexoj diku dhe të përgjigjem saktë. Realisht nanat sfidohen shumë, edhe po janë sfida të bukura, janë sfida që na mësojnë, që na rritin, edhe që na bojnë domethënë më të përkushtune edhe domethënë këtë drejtim me qenë sa ma përkushtune me fëmijët, po edhe mi u dhanë më të mirën të mundshme për mirëqenien e fëmijëve. A ke pas raste kur e ke ni presionin e shoqënisë për zgjedhjet e tua shpirtënore apo për dukjen tënde, edhe qysh i ke përballu këto? Po, ka pas në fakt shumë raste. Muj me cek një rast kur ka qenë fillimi domethënë i udhëzimit tim edhe vendosjes mbulesës, në fakt veç kur kom vendos për mbulesë. Në atë kohë kam qenë në fakultetin e edukimit edhe ka qenë koha e praktikës. Unë kam qenë pa mbulesë, por realisht domethënë ka qenë koha kur unë kom shku me apliku për praktik, kam qenë pa mbulesë, por koha kur unë është dashur me fillu praktikën, domethënë unë veç kam vendosur që në atë kohë kam me qenë me mbulesë. Edhe kjo ka qenë sfida e parë për mu, edhe aty e kum pa se çfarë sfida mu pret, domethënë në të ardhmen me mbulesë. Domethënë kur unë kam marrë rrugën për me shku me kërku praktikën, në momentin gjithçka ka qenë rregull gjatë bisedës deri në momentin kur në fund unë kam thënë që du me diskutu edhe një çështje që unë kur filloj praktikën kam me qenë me mbulesë. Dhe unë kur nuk e harroj, domethënë një moment kur drejtoresha vetëm ma ka zgjatë dorën edhe nuk ka diskutu kur gjatë tjetër. Vetëm domethënë më ka thonë ti nuk mundesh me vazhdu me praktikën. Edhe kjo ka qenë shumë domethënë e rëndë për mu. Po nuk e përmendi shumë shpesh këtë pjesë, po si e re, domethënë ka qenë përvoja e parë dhe ballafaqimi jam i parë domethënë me këtë pjesë ku ende unë nuk e kam pas mbulesën. Është shumë e dhimbshme, po njëjtën kohë edhe ndina krenare që ky rast nuk më ka bë mu që me heq dorë, po me vazhdu edhe ma e fortë, edhe ma me bindje për vendimin që e kam marrë, për qëllimin tem që e kam pas. Edhe domethënë ka qenë sfidë, por e kam kalu shumë mirë me besimin edhe me vullnetin që e kam pas në këtë drejtim, por Zoti sigurisht që nuk i mbyll gjitha dyert, edhe i ka hap dyert edhe për mua dhe domethënë unë nuk e harroj drejtoreshën me një institucion tjetër ku nuk e ka pas as pak problem edhe më ka pranu edhe kemi kalu jashtëzakonisht mirë domethënë në bashkëpunim për zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve. Kjo ka qenë një situatë sfiduese edhe shumë emocionuese për mua që edhe sot u emocionova, por që ka qenë shumë mësim për mua edhe
thjesht me vazhdu me qëllimin tim pa e marrë këtë pjesë, domethënë ignorancën e njerëzve. Alba, qa i kishe këshillu nanat të reja ose nanat që vazhdimisht janë në përkujdesjen e fëmijëve? Qysh ato me rujt balancin e tyne shpirtënor edhe ato familjar gjatë përkushtimit me fëmijës, me familjen, edhe në raport me njerëzit e tjerë? A ki naj mesazh që ju kishe dhanë? Po, realisht do të mundohem shumë tek trajtimi i fëmisë, edhe muj me thonë që është shumë i rëndësishëm se si na i trajtojmë fëmijët, se zakonisht na i mendojmë fëmijët si të mëdhaj edhe presim, kemi pritshmëri shumë të mëdhaja, edhe mendojmë se tashti çka të thojmë na, ata duhet me bo, po ashtu edhe ndoshta edhe i neglizhojmë. Unë i jap shumë rëndësi se si i trajtoj fëmijët e mi, se si i bëj ata mundi, që është shumë e rëndësishme. Pjesës emocionale, domethënë i jap shumë shumë rëndësi. Një fëmijë për shembull ka nevojë diçka, të vjen pyet diçka, nëse na jemi sigurisht që na si nana jemi të angazhuane, po duhet mi kushtu vëmendje. Fëmia ka shumë nevojë për vëmendje. Aq shumë ka fëmia nevojë për vëmendje që shpesh herë bën sjellje të padëshirueshme vetëm me e marrë vëmendjen tonë. E pse na mos me i dhanë atë vëmendjen që nevojshme që e ka fëmia pa u sjellë në mënyrë të papërshtatshme. Mendoj që ky është edhe ndoshta edhe çelësi që fëmijët e mi mos me bo shumë sjellje të papërshtatshme. Sigurisht që ata janë fëmijë, po kur ne i japim atë vëmendjen e nevojshme, atëherë ata ndihen ma të sigurt, ma me vetbesim edhe me shpreh veten e tyre në mënyrën ma të mirë të mundshme. Për shembull qoftë një vizatim, kur një fëmijë, për shembull vajza jeme vizaton një vizatim edhe ma sjell, unë i kushtoj vëmendje atij vizatimi edhe fokusi jem është aty, jo në diçka te puna jeme që unë kam me ba ose ç'koj ta bëj, po pikërisht është aty duke komentu, duke i lavdëru për punën që e ka ba. Edhe, domethënë, këtu është shumë e rëndësishme vëmendja, trajtimi, fokusi, bashkëpunimi me fëmijët, mënyra se si komunikojmë na, me qenë me butësi, me qetësi, se është shumë e rëndësishme edhe toni i zërit që na komunikojmë me ta. Nëse na të njëjtën shprehje ja themi fëmijës me një ton ma të ngritur, fëmia ka me e kuptu ndryshe dhe ka me reagu ndryshe, e ndryshe ka me kuptu edhe ka me reflektu kur ne i themi me një ton ma të ulët të zërit. I kushtoj shumë rëndësi kësaj çështje, i kushtoj shumë rëndësi marrëdhënies time me fëmijët, që padyshim kjo qasja jonë me butësi, me qetësi, padyshim që na arri me pas edhe këtë komunikimin edhe këtë marrëdhënien prind-fëmijë sa më pozitive. Unë mendoj që se zakonisht sfidat ma shumta të nanave edhe pyetjet ma të shumta janë rreth sjelljeve të fëmisë, edhe muj me thonë që çelësi është pikërisht marrëdhënia prind-fëmijë. Nëse ti arrin një marrëdhënie sigurt me ta, edhe një marrëdhënie paqësore me ta, ki me arrit me i gjetë zgjidhje çdo sjellje edhe ki me arrit me mirëkuptim edhe me bashkëpunim me fëmijë me gjetë zgjidhje për çdo sfidë edhe për çdo sjellje të papërshtatshme tyne. Kështu funksionoj unë, kështu mundohem unë edhe çdo herë mundohem që këto këshilla me ja dhanë nanave që me pas një komunikim me fëmijët sa ma të shëndosh, sa ma me butësi, me qetësi, edhe me u kujdes për gjendjen emocionale të tyre, sepse gjendja zakonisht na vetëm mendojmë për arritjet akademike të tyre, kemi pritshmëri shumë të mëdha për anën akademike të tyre, por nuk e mendojmë këtë anën shpirtërore, këtë gjendjen e brendshme të tyre që është shumë e brisht, edhe që për me arrit atë pjesën akademike, fillimisht duhet me u kujdes shumë për këtë pjesë që me qenë individ të shëndetshëm në të ardhmen. Na, për me i kontribu kësaj shoqërie, jo vetëm fëmijës tonë, duhet me u kujdes për këtë pjesë, për këtë anën emocionale tyre, padyshim. Çka konsideron që nanat i bojnë gabimet më të shpeshta gjatë edukimit apo gjatë procesit edukimit? A ke vrejti apo a ke identifikuti ndonjë qasje jo të duhur që zakonshëm e kemi mishnu ndoshta qoftë edhe tradicionalisht, ndoshta të qenit shumë
tu e pas shumë në përkujdesje fëmijën, ndoshta ndonjëherë totalisht tu e neglizhu. Po. Sa e ballafaqu ti me këtë? Po, realisht unë kam kontakte me shumë nana edhe shoh që po, janë dy kontraste. Ose janë shumë mbrojtëse, hiperprotektive, ose janë ndoshta neglizhente, duke mos i kushtu vëmendje thash fëmisë. Edhe kjo pjesa domethënë pjesës mbrojtëse e tepërt të fëmijëve, edhe kjo është e dëmshme. Fëmia duhet me qenë i lirë, duhet me qenë me lujt i pavarur, jo gjithmonë me mendu edhe me imagjinu sikur po ndodh diçka, sikur po do mordzu, se në këtë mënyrë kur na në mendjen tonë e imagjinojmë se do me ndodh diçka, nuk e lëmë edhe me u zhvillu fëmijë natyrshëm. Unë se zakonisht mendojnë që nona duhet me qenë shumë të kujdesshme, mos me i lanë, edhe realisht ndoshta edhe kur kam kontakt me shoqërinë edhe kur e shohin se i jap hapësirë fëmisë, i jap liri fëmisë, ndoshta befasohen, kanë mendu që unë jam ma strikte në këtë drejtim, por realisht unë fëmia do me i zbath çorapet, e la zbathur. Nëse jemi me një ambient brenda dhe e di që është temperatura normale, fëmia ka të nevojshme me i zbath, se disa fëmijë janë ma energjik, na duhet me ju përshtat temperamentit fëmisë, personalitetit fëmisë. Jo, asnjë fëmijë nuk është i njëjtë, secili fëmijë është unik, edhe na duhet me ju përshtat individualitetit tyne. Një fëmijë është ma energjik, ka energji të brendshme, edhe ai nuk mundet me i mbath ndoshta çorapet mbathur se ka energji, na nuk e duhet me leju, jo tashti me patjetër me ja izolu çorapet edhe me ja mbajt mbathur. Unë jam e hapur, mundona me kuptu secilin fëmijë, personalitetin e tyne, edhe thjesht me ju përshtat. Edhe qasja jo nuk duhet me qenë e njëjtë me ta. Domethënë, një fëmijë është më hiperaktiv ose më i gjallë, duhet me pas një qasje nana ma ndryshe, ndaj një fëmije që është ma i qetë, ka natyrën vetë ma të qetë, ma i heshtur. Domethënë, shumë ka rëndësi edhe qasja jonë se si ne, si prindër, i qasemi fëmisë. Po, domethënë duhet me pas një balans. Edhe është vështirë me mbajt, për mu ka qenë sfiduese realisht fillimisht. Domethënë në fillimet e mia si nanë, se kom mendu as mos me qenë autoritare, po njëjtën kohë edhe jo domethënë shumë lejuese. Edhe kjo pjesa e balancit është sfiduese për me mbajt, po nëse na mundohemi edhe reflektojmë, atëherë arrihet. Nuk është e lehtë, po arrihet kur na e praktikojmë. Gjithçka me praktik arrihet. Alba, me qenë se edhe jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, unë e kom pa që praktitikat e tua ti ke pas edhe aktivitete edhe gjatë këtij muaji. Qysh është Ramazani apo atmosfera e Ramazanit në familjen e juaj gjatë këtij muaji? Realisht na japim shumë rëndësi festës Bajramit, po edhe Ramazanit. Fëmijët e presin me shumë gëzim, se këto janë festat tona, edhe këto mundohemi me i bë sa ma argëtuese, sa ma me i zbukuru për fëmijët tanë, po edhe njëjtën kohë edhe me ju përkushtu pjesës shpirtërore më shumë, edhe pjesës informacionit për fen tonë të bukur. Mundohemi që domethënë me i marrë dhe me i angazhu fëmijët edhe në pjesën në xhami kur shkojmë, me pa, domethënë me pas kontakt edhe me moshatarët e tyre që e praktikojnë fen, dhe kështu me organizojmë domethënë lojra të ndryshme që i përshtaten, ndoshta edhe me tematikë, domethënë me tematikë islame. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesëmarrëse edhe që i ndave këto histori edhe ngjarje tepër dobishme me neve. Jam e bindur që kanë qenë edhe në dobinë e shikuesve tonë, edhe sidomos nanave, kështu që jam shumë falenderuese dhe mirënjohëse. Faleminderit shumë, është knaqësi për mu, është knaqësi me fol në mënyrën domethënë reale, në mënyrën me përvojat personale, atë që çdo nanë e kalon për dishmërinë sepse ne jemi këta që jemi njerëz që kemi sfida, që ballafaqohemi me vështirësi, por që ja dalim, thjesht me pak mund dhe me pak praktik na e arrijmë çdo sen. Faleminderit shumë, ishte knaqësi për mu. Faleminderit ty, Alba. Shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët. Uroj që këto momente të kenë qenë dobishme për ju. Deri në episodin e radhës, në përjetimet pa shprehuna, paqe dhe selame, qofshin në përkujdesin e Zotit.